Një konflikt sipas të dhënave i nisur në një Calceto përfundoi me vrasjen e një 26 vjeçari, këtë të hënë në paskuqen të Kamzës. Ardian Baloshi, 27 vjeç, u ekzekutua me armëzjarri në rrugën Dervish Luzha nga një 39 vjeçar i identifikuar si Sadik Lanaj, i cili pas krimit është në arrati. Krimi u shënua në mes të rrugës në një kohë kur i riu që ishte shënjestër shoqërohej nga disa persona, ndërsa autori mësohet se qëlloi nga brenda një makine. Dëshmitarët jashtë kamerave raportuan se dëgjuan fillimisht 4 ose 5 të shtëna dhe pas një ndalese, disa të tjera të ngjashme me auto të automatikëve Kalashnikov. Ardian Baloshi u nis drejt spitalit të traumës nga banorët të zonës, por plumbat që kishte marrë në trup rezultuan vdekje prurës. Mendohet të ketë pasur bashkëpunëtorë edhe autori? Jo. Kanë qenë me automjete në këmbë? Ka qenë me automjete autori. Autori i dyshuar Sadik Lanaj u largua nga vendngjarja e armatosur, ndaj në operacionin për arrestimin e tij. Policia e Tiranës thirrri edhe forcat speciale Renea, mas kjo për të shmangur çdo mundësi për përsëritjen e ngjarjes në Maliq, ku një efektiv u vra gjatë aksionit për kapjen e një të kërkuarit të drejtësisë. Atëherë, duke pas parasysh drejtshmërinë e autorit të dyshuar, është gjykuar arsyeshme që në operacion të marrin pjesë forcat speciale Renea. Drejtori i policisë së Tiranës, Oliger Torba, nga vendngjarja konfirmoi se të dhënat e para tregojnë se vrasja ishte për shkallëzimi një konflikti mes dy të rinjve që banojnë në të njëjtën zonë. Dyshohet për motive të dobta. Forcat speciale Renea ndërkohë vijojnë operacionin për të lokalizuar dhe arrestuar autorin Sadik Lanaj, i cili theksohet se mund të jetë ende në lëvizje dhe i armatosur.